Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në Kur'anin famlar, Allahu subhanahu wa ta'ala na drejtohet nëpërmjet ajetit 41 të surës Ar-Rum për të distancuar nga e keqja në jetë, për të larguar nga fesadi. Sikurse kemi përmendur në ligjëratat e javëve të kaluara, ajetin kuranor, Bismillahirrahmanirrahim, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr, pra shfaq dhe po shfaqet fesadi, prishja në tokë edhe në det, për shkak të veprave të njerëzve, deri në fund të ajetit, që ka një qëllim fisnik, për të tërhequr vëmendjen e të gjithë atyre që gabojnë dhe për të kuptuar ata që gabojnë nga pësimi i veprave të tyre, se mos kthehen. Sepse qëllimi final i krejt këtyre ligjëratave të dashur të mi, edhe krejt këtyre mësimeve dhe kësaj tërheqje vëmendje, është me i thanë vetes, unë i pari, duke pa në pasqyrën e zemrave dhe fytyrave tuaja të ndrituna, që për gabimet të ndryshme që bëjmë, është mirë me u kthy, edhe me u pendu, dhe me i kërku Allahut Azza wa Jall falje, sepse të gjithë ne pa përjashtim jemi gjunahqar. Gabojmë. Ja ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Në hadithin qudsi, Allahu Azza wa Jalla na drejtohet dhe na thotë: o robët e mi, të gjithë ju jeni gjunahqar. Ju gaboni natën edhe ditën, edhe unë i fali krejt gjunahet. Mirë po kujdes, më kërkoni falje që t'ju fali. Do njeriu duhet me kërku falje, duhet me pranu se është gabim. Sepse ka një problem. Ka disa njerëz të cilët na i përmend Allahu Azza wa Jall në surën e ditës së Xuma, në surën Al-Kahf, të cilët mendojnë, pra edhe pse janë në rrugë të gabuar, edhe pse janë në gabim, edhe janë në gjuna, o yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ata mendojnë se po veprojnë drejt, e ky është problem. Është problem shumë i madh me kënë në gabim, edhe me kënë në rrugë të shtremë dhe mendu se po bën të drejtën. E pikrisht ehli fesadi dallojnë nga besimtarët, sepse të parët veprojnë gabim dhe janë të gëzuar dhe krenar me gabimin e tyre. Ndërsa besimtarët mund të gabojnë, bëjnë gjuna, mirë po e pranojnë gabimin, kthehen, pendohen, i kërkojnë falje Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse i kanë bërë gjuna dikujt, shkojnë edhe i kërkojnë falje, duke e ditë se nuk ta falë Allahu Azza wa Jall gjunahun tanë, edhe gabimin në hak të robit, pa i kërku falje robit. Mos thujti i kam bë kështu filanit, i kam hyrë në hak filanit, e inshallah kam më falë Zoti. Jo, mos e thuj atë. Allah subhanahu wa taala ka ndorë gjithçka. Mirë po, aq çfarë na ka treguar nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe nëpërmjet kësaj feje të mëdhenshme islame, është që të drejtat e robëve kanë nevojë për me marrë halallekun e të zotëve, pastaj me kalu dhe me kërku falje prej Allahut Azza wa Jall për gabimin. Gjatë javëve të kaluara u ndalme tek fesadi i madh që bëhet prej dekadash në vendin tonë me shkeljen e të drejtave të komuniteteve fetare, në rastin tonë, komunitetit tonë me çështjen e pronave. Edhe ndoshta dikush me të drejtë mund të thojë, po pse nuk zgjidhen këto probleme? Po pra se ne po flasim për fesadin, edhe përderisa institucioni jonë në Tiranë ngrej padi, edhe kundër drejtuesve të naltë të institucioneve të caktuara për çështjen e pronave gjatë tyre 30 viteve, ama tepër, do të thotë se ne po përballemi me një fesad sistematik. Dhe kur njeriu përballet me një fesad sistematik, do të thotë se është duke luftuar me një sëmundje që akoma nuk dihet, a është e shërueshme a e pashërueshme. Dhe për pasojë shohim të gangren të këtij fesadi të madh në shoqërinë shqiptare, përhapjen e dhunës, përhapjen e urrëties, nxitjen e të keqes, pranimin e masave ekstreme dhe reagimeve ekstreme si masat e drejta, edhe thu la ilaha illallah.
A me nejtë në këtë vend, a me ikë për këtij vendi. Dhe ju dini, ne nxisim që njeriu i mirë e besimtari asnjëherë mos më u thy përballë taborrave të femohimit dhe shejtanit të mallkuar. Asnjëherë mos më e mendu me ik a mos me ik për këtij vend, sepse nëse ti ik nga vendi jot, ehli fesadi arrin qëllimin e ty në final, me e bastardu, me e tjetërsu, me e gris të mirën, perden e turpit, me e përhap hartën e afetarizmit, imoralitetit, dhe me u kthy çdo plam e kësaj toke dhe kudo ku ka besimtar, në pjesë të perandorisë së të keqes absolute, të cilën e luftojmë dhe përballemi me të ditë pas dite pa asnjë lloj rezerve. Ne jemi besimtar, edhe besimtari jetën e tij e ka të rrethuar nga sprovat. Nëse nuk e tregon veten tënde në sprova si pasuesi i dritës së Zotit, mos mendoni se fjalët a pretendimet do të na kenë dobi. E në këtë kontekst, unë ju thash javën e kalume e parasaj, për fesadin e madh të grabitjes së pronës sonë legjitime tek xhamia e madhe. Kjo me të kuqe, ku po ndërtohet edhe është prezantuar një projekt atje, që çuditërisht edhe pa turpsisht pash që dikun ishte prezantuar edhe pa praninë e xhamisë Ebu Bekër, pra kishin fshirë edhe xhamin nga horizonti, pa turpsisht. Kjo tash çfarë do të thotë? Do të thotë se kaq i madh është fesadi, edhe kaq e madhe është ligësia, dhe kaq garanci ka ehli fesadi në këtë vend, saqë me një lëvizje dorët fshin edhe xhamin më të madh të muslimanëve të Shkodrës. Ore kjo është katrahur, ore kjo është çmenduri, çmenduri kolektive. Shteti duhet ndërhyjë në mënyrë urgjente, sepse kjo po çon njerëzit drejt konflikteve. Kjo prish ekuilibrat fetar, ekuilibrat kombëtar, kjo çon në anarshi sociale. Por kush është për ky që prezanton një projekt midis Shkodrës edhe fshin nga harta e xhamin më të madhe të muslimanëve të Shkodrës? Çfarë është ky? Holakoja, Karuni, Faraoni, kush është ky? Kush janë më këta? La ilaha illallah. Kaq e madhe është e keqja në këtë vend, edhe zullumi në këtë vend, saqë edhe në prezantimin e një projekti që gjithsesi unë tërheqi vëmendjen e të gjithëve, çdo projekt që vendoset mi pronë të huaj ka mallkimet e Zotit. Edhe ata që vrapojnë për të ble, ju them kujdes se mallkimi i Zotit ju kap të gjithëve pa përjashtim. Dhe kjo nuk është çështje personale me askënd në botë, se unë nuk jap llogari askujt në botë dhe nuk kam frikë askënd në botë me thënë të vërtetat e fesë time. Mirë, po kjo është çmenduri më të dashur. Çfarë për kjo kështu? Po jo vetëm xhamia e Ebu Bekër, harta është e madhe, edhe përpjekjet janë të vazhdueshme. Bypassi 1800 metër. Vakëfi i Rusit, shikoni me të kuqe. Krejt ajo është vak i muslimanëve, përfshin edhe atë godinën ku ka disa familjar, që i kemi fol, i kemi kërku, i kemi të gjitha bashkive të Shkodrës, pa përmend emrat përveçën, deri të kjo periudha e re ku jemi. As një lëvizje. Që do të ndodhim? Që do të veprojmë? Ban gjyqje, shkon gjyqje, rropatën e për gjyqje, pastaj kanë kalu afatet, s'kanë kalu afatet, ka mungu gjyqtari, nuk ka ardhur avokati, s'ka prezantu ky, s'ka prezantu ai. Po pastaj, me si jeti jemi këtu, shpellari jemi, ç'a jemi? Dhe pastaj flasim për standarde ndërkombëtare. Çfarë standarde ndërkombëtare? Bota e qytetëruar i ka zgjidhur këto probleme me shekuj, para se të mërrim ne në këtë pikë ku jemi, me shekuj. Prandaj propagandat nihiliste, edhe propagandat se jemi e kemi arrit standarde janë propaganda boshe. Pa u zgjidh problemi i pronave në këtë vend, nuk ka standarde të dashurit e mi, janë krejt propaganda boshe, kushdo qoftë, që i ban ata, i thot ata, unë i pari e poshtë. Nuk ka standarde.
kur shkelet e drejta flagrante e të Zotit të pronës. Nuk ka standarde qytetëruse kur njerëzit vriten për një pllam tokë, sepse ai që duhet me e shu të drejta në vend, ose bahet palë me shejtanin, ose është ba vet iblis, ose nuk e ka mendin fare se çfarë po bahet, le të bahet nami. Mirë po, mos flasim pasaj për vlera kombëtare, e pale flasim për fejen e për gjanat e tjera. Vakëfi i xhamisë së Kirasit. E kemi ba një xhami të madhe, qendrore, të mrekullueshme, por mos mendoni se e kemi mbyllur dosjen e vakfit. Grabitje flagrante, jo vetëm kjo, ka edhe njollat e tjera të vakfeve në zonën e izoteknikës, ato varrezat e sutës, e tjera, të gjitha vakfe të grabituna. Vakfi i Perashit, të xhamia Perashit, ato dy njollat më të kuqe, janë tokë vakëf të grabituna pa drejtësisht. Jemi përpjek me të gjitha mënyrat, gjyqje, takime, biseda, këshillime, absolutisht. Shko dhe fol në Vorre, atë nëgjojnë të vdekunit, dhe po e sosi se kjo histori nuk mbyllet, po përmendim fshatrat e tjera. Xhamia e Tabakut, 1000 herë kam përshtypjen se kemi komuniku vetëm me këtë bashkinë aktuale, por me mbendit të tjerë përpara kësaj periudhe, për me hap një rrugë që ndihmon edhe njerëzit e asaj zone për të mritë në shtëpitë e tyre dhe në zonën përreth, tashmë që është mbyllë dhe elhamdulillah vakëfi i xhamisë së Plumit, njerëzit nuk kanë kalojnë, por edhe ne nuk kemi akses për ty në një pronë shumë të madhe që kemi tek xhamia e Tabakut, ku kemi gjurmën historike të xhamisë së vjetër të Tabakut. Është minarja gati sa unë në kam, pra gjurma e saj. Ore që batë për këtu? Që batë për këtu, subhanallah? Standarte, çfarë standardesh? Avokati i dashur në kushdo që ka info ma shumë se unë në këte, mundet me fol lirshëm, edhe më ardhë më ullë tu ku jam ullë, nëse unë po them diçka gabim. Për ky është fesad. Pra kjo është një gangren e madhe që shpije drejt çdo të keqe në këtë vend. Pastaj mos u habitni se ndodhi kjo, ndodhi ajo, prej atyre fenomeneve negative dhe vrastare që feja i ndalon me të madhe, që Kurani i ndalon me të madhe, që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ndalon me të madhe, që ne i ndalojmë me të madhe dhe bajmë thirrje me u distancu prej tyne, mos u habitni nëse ndodhin. Sepse njerëzit durojnë dhe pasaj Zoti na rujt nga reagimi i momentit. Prandaj të dashur të shtrenjtë, pse ka rëndësi kjo temë? Sepse ky ajet kuranor na merr përdore dhe na tërheq vëmendjen për të ruajtur ekuilibrin e të mirës në jetë. Ja dy hapa prej këtu në këtë drejtim, xhamia e Garucit. Amaneti i hoxhës tonë Ahmet Pas. Ku është për xhamia e Garucit? E keni ju kam thënë për atë. Po në Zdrale, po këtu, po atje. Edhe i ndëgjoj disa që nuk din me shkruas shqip, pas ka kenë krejt Shkodra vakëf. Po pra se ka pas burra, nuk ka pas liliput. Ka pas burra që janë tutë Zotit. E kanë pas respekt për robin e Zotit. Që janë largu nga kjo botë dhe e kanë lanë pasunin e tyne, amanet në durë të sigurta. Kanë ardhur pushtete të djallëzuara që i kanë shit shpirtin shejtanit dhe ja kanë falë këtë vend shejtanit edhe kanë ba që kanë ba. Edhe vazhdon të bahet. 35 vite demokraci. 35 vite demokraci, 23 vite komunizëm. Komunizmi i ka shkatërruar me të madhe, kjo periudha e dytë i kalan, kështu si i kalan në anarshi. E zgjidhja? Ma thoni? Fesadi është një çështje që nuk sosim së foluri për të në disa ligjërata, 20 minutë ma pak a ma shumë, por që gjithsesi duhet me ngrit zanin me të madhe të dashurit e mi.
sepse e kemi për të mirën e këtij vendi, e kemi për hakun e shenjtë të Islamit, e të muslimanëve, e të kësaj toke, sepse në finale janë vakëfe shqiptarësh, as mongolësh, as turqish, as arabësh, me qenë se disa të kompleksuar i kanë për shef të 3 nacionalitete, shumë të nderuar dhe të respektuar, edhe ma fisnik se sa shumë që valvisin flamurin shqiptar të zhytur në llumin e ignorancës, primitivizmit, urrëties, anarkisë morale dhe jo vetëm. Por gjithsesi, kështu të dashur dhe shtrenjtë, tema e fesadit është temë e madhe. Kisha disa fakte që i kisha përgatit me i folë sot tek çështja e fesadit moral, por shpresoj dhe lutem me mbarsinë e Allahut Azza wa Jall, nëse kemi jetë dhe mbarsi në javët e ardhshme, Allah Azza wa Jall me na dhanë mbarsi dhe bekim për me ruajtë integritetin tonë, të institucionit tonë, të hakut të muslimanëve, me punu pa ndërprerje me të gjithë ata që kanë vullnetin e mirë për të ruajtur ekuilibrin e të mirës në këtë vend dhe në çdo vend ku të jemi. I lutemi Allahut Azza wa Jall me na dhanë mbarsi dhe bekim, me ecë përpara, me punu pa ndrojtje, me sakrifiku pa asnjë lloj rezerve për të mirën e Islamit dhe muslimanëve, tokës tonë, bashkëqytetarëve tanë e të mirës në përgjithësi. Allahu ju dashë dhe begatoft.